marketingu i drejt për drejt, pra si që quajtet i eger, i mënyrës që përdorin kompanit për të shqitur produkte, ndodh njëjtë edhe me kërkimin e votës, ose a ka ankesa nga qytetarët që dikush nga subjektet politike, ose dikush në emër të subjekteve politike, pa paragjykuar, i tret ata për t'i kërkuar votën? Faktikisht, ne e kem pas këtë fokus në kaluarën, duke parë që kem pa shumë ankesët qytetarëve në të kaluarën sa i përket marketingu drejt për drejt gjatë fushatave zgjedhore. Ne kem zerë një udhëzues për partit politike, se si të përpunojnë dhonat personale të qytetarëve tonë të Republikës Kosovës, sepse jo çdo kush partia politike mund të përpunojnë dhonat personale vetëm të anëtarëve të vetë, cilët i ka, por jo të qytetarëve të thirrë të ofrojë shërbime. Dhe në këtë rast edhe çdo herë kur kem ne fushatë zgjedhore, para fushatës zgjedhore, ne mbajmë ose takime ose ja dërgojmë një shkresë partive politike që të kenë kujdes gjatë fushatës zgjedhore. Deri me tani për këtë fushatë zgjedhore, cilën jem, nuk kem pranuar ankesa sa i përket marketingut drejt për drejt. Në të kaluarën, me qenë se jemi akoma në vazhdim të fushatës edhe s'kemi raste, në të kaluarën si ka qenë? Ka pasur shumë edhe cilat kanë qenë format përmes SMS-eve, telefonave, thirrje për vot apo thirrje për pjesëmarrje në tubime, cilat kanë qenë më të shpeshta? Më të shpeshtat kanë qenë kandidat për deputet apo kandidat për asamblej kur kanë dërguar SMS, votoj këto, votoj ato. Por ndoshta tash gradualisht përdorimi ndoshta më i madh i rrjeteve sociale nuk po përdorin ato platforma, por që ne si institucion në të kaluarën kemi marrë edhe masa ndëshkuese dhe thjesht e kanë ngrit vetdijen që nuk është mjet i cili mund të përdoret për fushatë zgjedhore, thirrjet e telefonike apo dërgimi SMS-ve. Ose edhe fletushkat fizike në prona private. A mund të konsiderohen të tilla apo nuk hynë? Nuk hynë të çështja.